Një moment i pazakon, gjatë një emisioni bëri që intervista mes Jozi dhe moderatorit Shpëtim Desku të tërhiqte vëmendjen e publikut. Ish banori i ftuar në një emision gjatë bisedës mes tyre u krijua përshtypje një debati të tensionuar. Në një moment Joz Marku ju drejtua moderatorit me fjalët: "Zotëri, jetu macëru, jetu në kalu në një tjetër, po kaloj në nervozizëm." Nga ana tjetër, Shpëtim Desku ju përgjigj: "Mendon se po më tut mu?" Ndërsa më pas të dy u ngritën nga vendet dhe u afruan ballë për ballë duke shkëmbyer disa fjalë. Megjithatë, situata rezultoi të mos ishte reale. Më vonë, u bë ditur se gjithçka ishte pjesë e një skene të planifikuar paraprakisht mes tyre dhe nuk kishte të bënte me ndonjë konflikt të vërtet. Video e momentit është shpërndarë në rrjetet sociale ku fillimisht ngjalli reagime të ndryshme, përpara se të sqarohej se bëhej fjalë për një shëkat të organizuar nga protagonistët e emisionit. Na duhet t'ju kujtojmë se Joz Marku, përsa ko ishte në shtëpinë të famshme në Shqipëri, u kthye menjëherë në sensacion, duke krijuar shumë fanca për komunikimin e tij të drejtë për drejtë, por edhe për lidhjen me Loredana Bratin, lidhje e cila u mbyll sapo përfundoi spektakli i shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.